Të gjithë hani bulmet, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës tuaj. Konsumimi i produkteve të bulmetit mund të zvogëlojë rrezikun e sulmit në zemër me 9%. Sipas ekspertëve, në një studim të bërë me më shumë se 400.000 persona, sugjeron se ata të cilët konsumojnë produkte të bulmetit duke përfshirë qumësht, djathë dhe kos, kanë rrezik më të ulët të përjetojnë në sulm në zemër. Në bazë të ulëmtimeve për çdo gotë qumshti në ditë, rreziku i sulmit ishemik bie për 5%. Ulëmtuesit kanë analizuar dietat e personave nga 9 shtete të ndryshme në Europë dhe sipas rezultateve, personat që kishin raportuar se konsumojnë ushqime me fibra, perime, fruta dhe me produkte natyrale të bulmetit ishin prekur më pak nga sëmundjet e zemrës, përfshirë edhe nga ataku kardiak. Gjithashtu gjithmonë tregoni të vëmendshëm që të mos anashkaloni bulmetin sepse do të keni edhe kocka më të forta.